si rënd, Mustafa Sheqerin, kontrollonte aeroport në Rinasit në çdo skaj në rrafshin e sigurisë së tij. Ndaj dhe kreu me aq gjaktësi, me aq siguri, ditën për drek, para kamerave dhe dhjetra qytetarëve dhe policëve që kalonin aty. Para komisariatit policisë, para salonit të VIP-ave, pra banda nuk zgjodhi një rrugë diku larg, nuk zgjodhi një rrugic të ndërton të pritën, sepse ajo kishte në kontroll të plot aeroportin. Ky është dëshmi tjetër flagrante e narkoshtetit, të Ramaduros apo Norjegës së Europës. Kjo është dëshmi tjetër e lidhjeve të krimit dhe bandave me nivelet më të larta të qeverisë. Kjo është një dëshmi tjetër e turpshme e censurës, ku mediat ndonë se kanë të gjitha dhanat, nuk flasin për lidhjen si mishi me thoj të Muç Shaljanit me Ervin Hoxhën dhe të Gilmando Danit me Blendi Goxhën. Kjo është një histori e turpshme, si nderon kjo censurë. Së dyti, vazhdon terrori i pandërprer i Lubi Ballukut ndaj eksponentëve të tjerë të partisë së krimit. E armatosur gjerë në dhëmë, me dosjet e krijuara nga regjistrimet e paligjshme që Oltion Bistri ka kryer me porosi të asaj dhe të Edi Rams, të ambasadave, të institucioneve, të drejtuesve dhe ministrave të qeverisë socialiste, Lubia tani ju ka imponuar atyre. Omerta, kodin mafios të heshtjes.